Jemi këtu në stadiumin e qytetit të Ferizajt, ku Dinamo e Ferizajt po përgatitet për ndeshjet e ardhshme, me synimin e qartë për të kapur kreun e tabelës në Ligën e Parë të Kosovës. Pas 2 vitesh, ky ju afroa Superligës së Kosovës, e te Dinamo me organizimin që kanë dhe lojën që bëjnë besojnë që mund të arrijnë në elitë. Kjo pasi aktualisht Dinamo ndodhet në vendin e tretë me 47 pikë, vetëm 3 pikë larg liderit, e pas një serie prej 3 fitoreve, 1 barazimi dhe 1 humbjeje që e mbajnë ekipin në luftë për titull. Në drejtimin e trajnerit Artsem Abazi, skuadra është e organizuar dhe konkurruese, e motivuar për të dhënë maksimumin në çdo sfidë. E në vazhdim do të kemi mundësinë të ndjekim stërvitjet dhe përgatitjet, si dhe të dëgjojmë mendimet e trajnerit Artsem Abazi për sezonin dhe objektivat që i presin. Po, si është rrjedhë kampionati, faktikisht jemi bërë shumë interesant, për arsye se janë bërë shumë ekipe që jemi të konkuru për kreun e tabelës. Edhe kështu që unë menoj që është një garë shumë e fortë, deri në fund kampionatit nuk do di se kush do të jetë në Super League, po kështu që po shihet që është shumë interesant dhe presim ndeshje pas ndeshje si do të reagojmë ekip. Secila ekip ka dëshirë të inkuadrohet në Super League. Dihet tash është duke ka fundi kampionatit, gjithmonë është presioni të gjitha të skuadrat. Jo vetëm skuadra jonë, por të gjitha skuadrat, se dihet tash është ndeshjet e fundit të kampionatit dhe gjithmonë janë interesante dhe ato çdo pikë është shumë interesante dhe shumë e madhe për kreun e tabelës. Puna e trajnerit është kjo. Tash mbaret tash se ku do të qëllosh dhe ku do të jesh. Pa më parasysh ka është Ferizoja, është dikush tjetër, kryesorja që puna e trajnerit është kjo. Kur e ku morë skuadrën e Dinamos, unë e ku morë për ambicie më të mëdha, faktikisht për të luftuar për kreun e tabelës. Tash jemi në rrugë drejt, jemi në rrugë mirë, është punu mirë dhe na mendojmë që te fund kampionatit do t'i marrim ndeshje pas ndeshje, ta shohim a do t'i arrijmë qëllimin, bile të jemi mesin e 4 skuadrave që do të kanë shpresë për të kuadruar 2 në Superligë dhe 2 nëpërmjet barazhit. Po tash shohim, ne jemi të luftuar për të inkuadruar, Ferizoja është të luftuar për të mbijetuar, tash shohim, tash nuk dihet te fund kampionatit, ka ndeshje ende, nuk mund të them, po dëshira është me qenë se është mirë kur të kesh një derbi në qytet, do të ketë shkëshmëri më shumë dhe do të jetë më shumë interesant. Sezoni ka qenë shumë i vështirë, por na kena tregu formë të lartë të ekipet, bashkë me kryesinë e klubit, në krye me presidentin Xhevat Rushidi. Pe fillimit të sezonit, e kena qenë me objektiva të qarta për inkuadrimin në Super League, edhe këto objektiva tona do të vazhdojnë deri në fund sezonit. Por këto 6 ekipe, 8-6 ekipe kanë tregu formë të lartë, edhe vret edhe tek pikët që kanë grumbulluar secila ekip në tabelë, jena shumë ofër me njëna tjetrën, edhe të 6 besoj që janë shumë të forta dhe pretendente për inkuadrim në Super League. Pe Ramiz Sadikut, deri te Vushtria, është një garë shumë e ngushtë, edhe pikët janë shumë ofër me njëna tjetrën, edhe mendoj që të këto ekipet janë pretendente për inkuadrim në Super League.